Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Kosovës treguar optimist për zgjidhjen e çështjes së presidentit të Republikës pas takimit me kryetarin e LDK-s. Albin Kurti vlerësoi se është sfiduese për një parti me 61 mandate deputetësh të garantojë 81 vota për kreun e shtetit. Numri 80-81 nuk është çoku ynë për të ecur përpara, është më shumë se aq. 80-81 duhet të jetë rezultati i mbramë në rastin më të keq. Por jo të jetë synimi ynë maksimalist. Megjithatë, sipas tij, në këtë fazë nuk ka emra konkret dhe nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot, veç se atmosfera konstruktive në njërin anë dhe dashamirësia që t'i shmangim zgjedhjet e reja që nuk janë zgjidhje e re në anën tjetër, më bën optimist për këto 3 javët e mbetura që uroj të mos si shfrytëzojmë deri në ditën apo nganjëherë siç po bëhet në institucionet tona orën e fundit. Kurti deklaroi se do të përpiqet që të ketë takim dhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza. Kryetari i LDK-s pas takimit me kryeministrin Albin Kurti konfirmoi se nuk mund të flasë për pozicione dhe për kërkesat që kjo parti ka arritur për marrëveshje me presidentin. Lumir Abdigjiku kërkoi që bisedimet të përqendrohen fillimisht rreth parimeve të procesit. Çdo marrëveshje që siguron kurumin domosdoshëm për presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës është e mirëseardhur, por këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtetshmërisht. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret, siç e dini procesi është i nisur, janë 2 kandidatura. LDK vazhdon të besoj që të 3 pozitat nuk mund të takojnë në partije politike. Deklaroi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikoi Aleancën për ardhmërinë e Kosovës pasi refuzoi takimin me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku. Kreu i grupit të deputetëve të LDK-s, Joona Lushaku Sadriu, tha se kërkesa e Abdigjikut për takim dhe diskutim me Haradinajin ka qenë një akt i zakonshëm i komunikimit politik dhe institucional në funksion të dialogut dhe bashkëpunimit të nevojshëm në rrethanat aktuale. Kryetaria e Kuvendit e Kosovës dhe njëherësh ushtruesi i detyrës së presidentit Albulena Axhiu tha se është e hapur që të ndihmojë në zgjedhjen e çështjes së presidentit të Republikës. Reagimi erdhi gjatë takimit me avokatin e popullit të Shqipërisë në zyrën e saj në Kuvend. Unë jam shumë e hapur që me ndihmu nëse mundet. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pas mbarimit të mandatit deklaroi se kishte marrë garanci nga Albin Kurti në dhjetor për një mandat të dytë presidencial. Më pas, sipas Osmanit, gjithçka ndryshoi dhe Kurti nuk e mbështeti më. Nuk do të dilja publikisht dhe të përmendja interesimin për një mandat të dytë, sikur mos të më thuhej paraprakisht nga vetë kryeministri që e kisha për krajen e tij, po kjo ka qenë diku dhjetor, janar, që e kam për krajen e partisë së tij. Shqetësimi ka qenë më shumë fillimisht te votat e opozitës dhe pastaj gjithçka ka ndryshuar menjëherë u bë mos përkrahje nga vetë ana e tij. Megjithatë, në asnjë moment nuk ka pas hezitim kandidimi nga ana ime. Me rastin e ditës së Kushtetutës së Republikës Kosovës, kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza paralajmëroi se kushtetuta mbetet udhërfyesi ynë për ndërtimin e një shteti ligjor të drejtë të barabartë. Në reagim përmes rrjeteve sociale, Hamza shkruan se në këtë ditë të rëndësishme riafirmojmë përkushtimin e Partisë Demokratike të Kosovës për respektimin dhe mbrojtjen e këtij akti në çdo kohë dhe rrethan. Kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, paralajmëron për zgjedhjet e reja parlamentare. Përmes rrjeteve sociale, Besnik Tahiri tha se të gjitha këto bllokadat, refuzimet dhe vonesat janë për pozicionim politik dhe se po vjen era zgjedhje. Ndërkohë, proceset formale vazhdojnë. Intervistimi për gjykatën kushtetuese përfundoi me 6 emra për seancë, ndërsa në komisionin për licitacion u vendos që të martën të intervistohen 23 kandidat. Kur i shet të gjitha bashk, bllokadat, refuzimet dhe vonesat, është e qartë se fokusi nuk është më vendimarrja, por pozicionimi politik, shkruan kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Ekonomi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një vizite në Veritë e Mitrovicës deklaroi se institucionet e vendit funksionojnë në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim. Ai theksoi se qeveria e tij po punon për barazi dhe sundim të ligjit. Ligji nuk është ai që ndan shoqërinë ata që nuk janë të mbrojtur
dhe në ata që askush nuk guxon t'i prek, mirë po e bashkon shoqërinë me bashkim dhe barazi. Nuk mund të jepni asnjë shembull ku organet e pushtetit, policia e Kosovës e tani administrata tatimore nuk u shërben të gjithëve profesionalisht, deklaroi Albin Kurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi sërish nga emisari BE-s për dialogun Prishtinë-Beograd, Peter Sorensen, formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë një takimi të zhvilluar në zyrën e tij në Beograd, Vučić pretendon se veprimet e njashme të Prishtinës vazhdojnë të rrisin më tej tensionet dhe rrezikojnë stabilitetin e BRISH në terren, duke minuar drejt për drejt procesin e dialogut. Sipas kreut të shtetit në Beograd, komunikimi i hapur dhe i vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar është thelbësor për gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe afatgjata në interes të paqes, sigurisë dhe të ardhmes së të gjithë qytetarëve. Aktualitet. Kosova po vazhdon të paguajë shtrenjtë varësinë nga derivatet e naftës. Të dhëna zyrtare të siguruara nga dogana e Kosovës tregojnë se vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit 2026, shteti përfitoi rreth 105 milionë euro nga taksat doganore, ndërsa vlera totale e importit të karburanteve gjatë periudhës janar-mars arri në afro 130 milionë euro. Importet kryesore të derivateve erdhën nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Greqia, Rumania, Maqedonia e Veriut dhe Gjermania, duke mbetur burimet kryesore të furnizimit për tregun vendor. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.